Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Fëmijët janë pasuria jonë më e çmuar që kemi, jo vetëm si prindër, si individ, por edhe si shoqëri. Mundohemi t'i edukojmë, mundohemi të rrisim ata apo ato me mënyrat më të mira të mundshme. Por duket që ndonjëherë edhe nuk mjafton. Janë disa gjëra të cilat nuk diskutohen shumë, për cilat ne duam të diskutojmë sot me doktoresh Alma Dema mbi letërsinë për fëmijë dhe edukimin emocional të fëmijëve, se si janë të ndërlidhura dhe se si edukimi emocional i fëmijëve tanë përcakton në vegjëli kush ata do jenë në të ardhmen. Faleminderit zonja Dema që jeni në Flasim Hapur. Faleminderit juve, kënaqësi të jem tek Durrës Lajm dhe tek Flasim Hapur. Vini me një libër, Letërsia për fëmijë dhe edukimi emocional. Pra, në këtë libër, të botuar me respekt nga Aurel Kaçulini, mik i Durrësit, një personalitet i njohur nga botimet Jozef. Ju falenderoj për botimin, është i 2026-s, dhe ju shtjelloni të gjithë shembuj, pasi e lexova me shumë ëndje, mbi letërsinë për fëmijë dhe rolin letërsisë tek edukimi emocional. Përpara se të dalim tek kjo, ju lutem, jeni pedagoge në Universitetin Aleksandër Mesiu të Durrësit. Më thoni 2 fjalë lutem për formimin tuaj profesional. Po, me kënaqësi dhe me shumë krenari e them që jam pjesë e stafit akademik në Universitetin Aleksandër Mesiu Durrës. Jam pjesë e stafit që në fillesat e tij. Formimi im dhe fusha ime ekspertizës përmbledh letërsinë. Në të vërtetë jam specializuar në antropologji kulturore pranë Fakultetit Filologjik Universitetit të Tiranës, ku kam mbaruar bachelor në gjuhë letërsi, më tej pastaj me të gjitha hapat e tjera, gradat e tjera që kërkon vendim i punës. Marrëdhënia ime me letërsinë për fëmijë normalisht nis që në hapat e mia të para kur isha fëmijë vet. Dhe fatmirësisht, unë jam rritur me letërsi për fëmijë. Jam rritur me letërsi të mirë për fëmijë dhe me letërsi të përkthyer të mirë për fëmijë. Jo vetëm letërsi e shkrimtarëve shumë të mirë të asaj kohe, të cilët do doja të veçoja Odisej Grillon, Gaço Bushakën, Bedri Dedjan, Adelina Mamaqin e shumë të tjerë, por edhe letërsi shumë të mirë të përkthyer nga Fanoli, nga Lazgush Poradeci, nga Mitrush Kuteli e të tjerë me radhë. Pra, lidhja ime me letërsinë për fëmijë është e hershme që kur isha fëmijë. Kam mbi 12 vite që e lektoj në Fakultetin e Edukimit dhe jam shumë e kënaqur që kam pasur mundësinë ta prek tani në një dimension tjetër, jo vetëm si fëmijë, por si profesioniste edhe si nanë. Edhe si nanë. Po. Sigurisht. Të bëj një pyetje të thjeshtë, zonja Dema. Fëmijët që lexojnë letërsi për fëmijë, ku përcaktohet e mira e keqja, ku mësojnë mbi drejtësinë, padrejtësinë, mbi formimin e personalitetit, imagjinatat e tjerë, pra janë kjo kategori fëmijësh dhe të tjerë të cilët janë në celular të gjithë ditën dhe nuk lexojnë libra apo letërsi për fëmijë. Si është rrjedha e këtyre 2 kategorive? Fatkeqësisht dhe fatmirësisht, ne nuk e ndalim dot rrjedhën e teknologjisë dhe rrjedhën e jetës. Dhe fatkeqësisht, kohët e fundit, libri është lënë harres. Është lënë nga harres nga të rriturit dhe rrjedhimisht edhe nga fëmijët. Kështu që nëse ne do të kërkonim se si do ta rregullonim këtë raport, së pari do ta kërkojmë tek të rriturit, tek prindërit, tek mësuesit, tek edukatorët dhe tek gjithë gama e personave të cilët merren me letërsinë për fëmijë. Kur ne flasim për letërsi për fëmijë, nuk mund të mbetemi vetëm në emërtesën dhe territorin e tyre, sepse letërsia për fëmijë nuk është vetëm e fëmijëve. Në radhë të parë është e të rriturve. Dhe faktori i rritur është shumë i rëndësishëm në letërsinë për fëmijë, se janë pikërisht të rriturit që shkruajnë letërsinë për fëmijë. Janë pikërisht të rriturit që recensojnë letërsinë për fëmijë, e ndalojnë atë ose e promovojnë. Janë pikërisht të rriturit që botojnë letërsinë për fëmijë, siç në rastin e nderuar që përmendet juve, dhe janë pikërisht të rriturit ata të cilët duhet të ndihmojnë fëmijët që të shkojnë tek letërsia e mirë për fëmijë. T'ia lexojnë letërsinë që në fillesat e tyre, të nisin me letërsinë me ilustrime dhe më pas të vinë tek letërsia kritike apo tek zhvillimi i mendimit kritik. Kështu që
është i pa kontestueshëm fakti që prezantoni juve, por ka zgjidhje. Ka zgjidhje. Dhe fatmirësisht, ka grupe të vogla, të cilët po zhvillohen dhe po zirohen dita ditës dhe po shkojnë afër librit. Profesoresh Dema, ju keni përmendur në këtë libër shembuj nga Hans Christian Andersen, Tolkien, kemi veprën e Tom Sawyeri e kështu me radhë. Si ndikon leximi i fëmijëve në vegjëli të letërsisë për fëmijë me histori të tilla në formimin e tyre të mëtejshëm kur ata bëhen adoleshent apo edhe adult? Letërsia për fëmijë nuk mbetet vetëm në raportin e saj territorial apo emërtesi letërsi për fëmijë. Nërmjet njohjes me letërsinë për fëmijë, së pari nëpërmjet letërsisë me imazhe apo me ilustrime, dhe më pas me leximin e saj, në momentin që fëmia mëson ta ketë librin si pronë të tij edhe si një pjesë shumë të rëndësishme të tij, ai mëson të artikulojë, të njohë dhe të artikulojë ndjenjat e tij. Pasi të njohë dhe të artikulojë ndjenjat e tij, ai arrin të procesojë koncepte dhe ndjeshmëri të tilla si empatia, dashuria, humbja, zhgënjimi deri tek vdekja. Dhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme nëpërmjet njohjes me letërsinë për fëmijë, nëpërmjet personazheve të tij të dashur, fëmijët mësojnë të njohin edhe të rriturit, të kuptojnë të rriturit, të kuptojnë marrëdhëniet me ta. Kështu që është shumë e domosdoshme që ne t'i shpërfaqim, t'i drejtojmë fëmijët që në vegjëli tek letërsia për fëmijë. Dhe ka disa lloje kategorish, që është së pari janë librat me ilustrime, të cilat janë në moshën parashkollore. Më pas libra për lexim të hershëm apo letërsi e cila lexim, më mirë më themi, që përfshin nga klasa e parë deri në klasën e dytë, më pas në klasën e tretë dhe në klasën e katërt të arsimit të mesëm të ulët, fëmia mund të fillojë dhe të kuptojë ngjarjen, ta procesojë dhe të mbajë në qëndrim kritik. Kështu që është shumë e domosdoshme që në të gjitha moshat ne ta ekspozojmë fëmijën kashi letërsisë së mirë. Dhe në këtë moment do të më lejoni ju të bëjoni një pyetje dhe të përgjigjem. Çfarë quajmë letërsi të mirë për fëmijë? Letërsi të mirë për fëmijë, ne do të quajmë atë lloj letërsia e cila ndihmon fëmijët në edukimin e tyre emocional. Sepse duke i ndihmuar fëmijët të edukohen emocionalisht, ne kemi shkuar drejt asaj që quhet inteligjencë emocionale. Dhe inteligjenca emocionale neve detyrimisht ose le të themi në mënyrë shkak pasojë, do të na sjellë të rritur që lexojnë, të rritur që mendojnë dhe individ më të shëndetshëm nga ana emocionale, morale dhe psikologjike të rritur në të ardhmen. Ju përmendët empatinë, dashurinë, por edhe vdekjen. Dhe këtu e përmendën në libër. Koncepti i vdekjes që në vegjëli? Koncepti i vdekjes duhet të përmendet. Të gjithë aktorët dhe teoricienët e letërsisë për fëmijë rekomandojnë që fëmia duhet njihet me vdekjen që në vegjëli. Jo në konceptin e saj madhor se e njohim ne të rriturit apo në formën e tabus apo eufemizmit, por në koncepte të vogla, të tipit u prish kukulla, kukulla nuk rregullohet më. Humbi qeni, qeni nuk kthehet më. Gordhi macja, macja nuk kthehet më. Një shok i bankës apo i klasës u larguan në një qytet tjetër. Ai mund të largohet. Në jetë ka edhe humbje të tilla. Derisa vin pastaj tek fëmijët të cilët humbin prindrit dhe më pas letërsia i ka mjetet për të shëruar, por jo deri në atë moshë të vogël, në moshë më të rritur. Është një shembull shumë interesant i Leo Buscalias, që flet për një gjethe. Se si gjethet bie. Dhe normalisht gjethet bien në vjesht, sepse presim procesin e ringjalljes në pranverë. Thahen dhe pema ngelet e zhveshur. Një gjethe, Freddy the Leaf, pra gjethja Freddy nuk po bie dhe është i lumtur deri në momentin që kuptojnë që dhe ai do të bie. Pema është ajo që i thotë që ti do të biesh, siç kanë gjithë të tjerët, po do të kthehesh prap në pranverë. Kjo nuk do të thotë që ne do t'i krijojmë fëmijëve iluzionin që kushdo që ikën do të kthehet, por që jeta është një vazhdimsi. Dhe kjo është përgatitje për inteligjencën emocionale kur ata të jenë nesër më të rritur. Kjo është një parapërgatitje.
para përgatitje, e cila pastaj përvijon me libra të tjerë, të cilët pas Fredi the Leaf, libra të fuqishëm është Matilda, Roald Dahl, është patjetër edhe libri që përmendet juve, Aventurat e Tom Sawyerit. Është Udhëtimi i mrekullueshëm i Nils Holgerssonit. Hajdutja e librave, që është drejt për drejt për që flet për vdekjen. Megjithatë, unë do të doja të theksoja diçka nëse ju do të më lejoni, që kurrikula e arsimit parauniversitar ka një mungesë, një boshllëk të konsiderueshëm të këtyre termave. Pse? Profesoresh, ne mi flasim hapur, ndoshta unë jo 100% ndonjëherë nuk flas hapur, sepse presim gjërat që të përmirësohen. Kur nuk përmirësohen, ne flasim hapur, kështu që unë të lejoj të flasim hapur. Përse nuk është kjo në kurrikulat e sistemit parauniversitar? Përse? Mbase nuk ka vetëm një sepse, janë disa sepse. Së pari, e gjithë kultura globale nuk është përgatitur ose nuk ishte përgatitur për një ndryshim kaq drastik që po i ndodh botës. Cili është? Cili është ndryshim? Ndryshimi është që ne luftën duam apo s'duam e kemi tek porta. Ka qenë gjithmonë se kanë kuptuar politikanët dhe këta që nuk janë politikanë apo shtetarë të racës, nuk janë produkte të rrjeteve sociale dhe qeverisin se kuptojnë çështën e sigurisë. Unë e di, merrem me historinë dhe politikë dhe e di, është konstant njerëzore lufta, është gjithmonë aty, përgatitur i vigjilent, ndërkohë jetoj lirë sigurisht. Ne nuk i kemi përgatitur fëmijët me vdekjen. Ne nuk i kemi përgatitur fëmijët tanë as me dështimin, as me zhgënjimin, as me frikën, as me mërzinë. Kurrikula parauniversitare përgatit fëmijë të lumtur, ose përpiqet të përgatis fëmijë të lumtur, fëmijë që nuk kanë dhimbje, që nuk kanë vuajtje, por që në të vërtetë nuk është kështu. Në fakt, falë Universitetit Aleksandër Mojsiu, po elaborohet një projekt për përmirësimin e kurrikulës në sistemin parauniversitar, për sistemimin dhe detektimin e këtyre elementeve në rritjen emocionale të fëmijëve. Nuk mund dhe nuk duhet të flasim detyrimisht për vdekjen, por për dështimin, humbjen, zhgënjimin është pjesë e përditshmërisë së cilës do kulture, qeverie apo kohe. Edhe këto që janë elemente fillestare mungojnë në kurrikulën universitare. Ky studim faktikisht përpiqet ti detektoj, edhe pse nuk është qëllimi i studimit të detektoj pset, vetëm të konstatoj që mungojnë, por në të vërtetë mungojnë. Kurrikula nga klasa e parë parauniversitare deri në klasën e 5 vetëm një herë përmend vdekjen. Dhe e përmend vdiq ose ndodhi vdekja si një gjë kalimtare, por jo të ndalet për të ftuar fëmijët të procesojnë apo ta kuptojnë vdekjen. Dhe unë mendoj që inteligjenca emocionale është shumë e rëndësishme për të ardhur pastaj tek inteligjenca e cila e ndihmon fëmijën ta procesojë jetën, ta shijojë jetën, ta kuptojë jetën dhe ta bëjë jetën. Edukimi emocional. Të gjitha këto që folëm, dikush më thotë këto janë teori. Unë do bëj një pyetje më praktike. Kur ju në vegjëlin tuaj keni marrë kthesën në këtë rrugëtim të bukur të edukimit emocional, cili ka qenë ai libër që ju keni lexuar? A ju kujtohet? Kjo është një pyetje shumë e bukur. E më pyesin gjithmonë prindrit, më rekomandoj një libër të bukur për fëmin tim. Cilin libër? Ashtu si më thonë edhe studentët gjithmonë, profesoresh, po ju na nxorët gjithë librat e mirë, na nxorët gjithë librat e bukur. Në faktikisht, kjo është një zhvillim spiraleje. Nuk ka një libër të cilin mund të thoni që kjo është më i bukur edhe e zauroj të gjitha. Sepse, nëse të flasim për Tom Sawyerin, unë aty jam edukuar të jem fëmijë lirë dhe jam mësuar të them gjithmonë atë që mendoj, pavarësisht kostove që mund të kem nga pas. Nëse kam lexuar Udhëtimi i mrekullueshëm i Nils Holgerssonit, që ndër sagat më të bukura të fëmijërisë time, unë kam mësuar të trajtoj me shumë dashuri tjetrin, ta kuptoj tjetrin, ta lë tjetrin të shprehet.
Por nëse më pas kam ardhur tek libra të tjerë të mrekullueshëm, siç është Hajdutja e librave, nuk është i fëmijërisë time. Unë aty kam kuptuar që vdekja nuk është aq e keqe sa ne e mendojmë. Dhe vdekja është një përvojë që gjithë secili nga ne do ta shijoj, nëse do arrit të shijoj. Dhe vdekja tek e fundit duhet parë me sytë të sëmurit, duhet parë me sytë të burgosërit, duhet parë me sytë e atij që vuan, jo me sytë e dikujt që kërcen qesh apo los. Por, e theksoj edhe një herë, nuk ka një libër që mund thuash që ky është libri më i bukur i fëmijërisë time. Ka disa libra që janë më të bukura të fëmijërisë time. Unë personalisht do të veçoja Nils Holgerssonin, sepse Nils Holgerssoni sjell paradigmën e dështuar prindërore dhe kishtare. Nils Holgerssonin arriti të realizoj procesin e katarsësit vetëm me bashkëjetesën e tij me natyrën dhe me kafshët, gjë të cilën ne në ditët e sotme po e kemi si ujë të pakët. Djali im akoma nuk ka pa gjinkall. Si ka mundësi që nuk ka parë një gjinkall, e kam çuar në fshat. Aq mundësi sa kemi ne, por nuk e ka parë akoma një gjinkall, e ka dëgjuar, nuk e ka parë një gjinkall. Dhe cila është përgjigjja e kësaj pyetje? Pra, përse nuk ka parë gjinkall djali juaj? Sepse nuk ka gjinkalla. Në ç'kuptim? Në kuptimin e parë dhe të fundit, është e vështirë që fëmijët ti lëm të lirë të shijojnë fëmijërinë e tyre. Ta dërgojnë në fshat dhe të rrinë në fshat, pa patur 1000 frikra të tjera të cilet i ka çdo prind. Por duke e lënë minjan frikën që ka çdo prind, vinte siguria e fëmijëve. Nuk është më fshati i fëmijërisë time, i kacavireve në përpem, i lagjes në kruaj, pirjes ujë në kruaj, i të ecurit të zbathur. Mbase ne të luash futboll zbathur dhe pluhur, dhe rruga e pallatet. Ne jemi në një qytet shumë të bukur dhe falë Zotit që kemi detin afër, por fëmijët nuk kanë kulozin. Edhe nëse kanë kulozin, ai ambienti që është bërë për fëmijët e për të rritur. Dhe ne si prindër ndihemi të detyruar që të qëndrojmë edhe ne në fushë me fëmijët. Pra, përditshmëria po jazbe konceptin fëmijëve. Dhe ne përpiqemi nëpërmjet lehtësisë për fëmijë të mbajmë zgjuar fantazinë. Unë jam shumë apasionuar pas kulturës së botës dhe jam krenar që jam qytetar i botës dhe shtetës shqiptar. Po teksa ju po flisin profesoresh, kuptova një gjë që formimi im sot ka ardhur nga shpella e piratëve, Petro Marko, tregimet moshme shqiptare, nga Mitrush Kuteli, me ilustrime Gazmend Leka dhe Salish Jaku, të dyja bashkim i përsosur të tregimet shqiptare, dhe më pas në Ismail Kadare. Dhe tani po e kuptoj dhe unë mësova diçka tek vete ime në këtu live në emision, që formimi im ka ardhur nga këto autor të mrekullueshëm që kanë patur kthesën dhe ka ndikuar në edukimin emocional timin që në vegjëli. Robinson Crusoe, se po bëj paralelizmin me këtë pjesën, sa dhe çmuara janë këto lloj lehtësie, jo vetëm për fëmijë, por janë aplikohen edhe për grup mosha të tjera. Në fakt, Robinson Crusoe edhe Udhëtimet e Gulliverit nuk janë libra që janë dedikuar posaçërisht për fëmijë, ato janë lexime për fëmijë. Domethënë, futen tek kategori që shkrimtarët nuk i kanë shkruar posaçërisht për fëmijë, po janë me një magji tërheqëse dhe thithëse dhe për fëmijë, dhe sot e kësaj dite lexohen dendur edhe nga fëmijët. Megjithatë, unë do të sugjeroja dhe vazhdoj të bëj kudo që ka mundësi të them që fëmijët i ekspozojmë sa të mundemi tek letërsia. Unë e kuptoj që është një betejë deri diku e pamundur me median, me telefonin edhe me loret në telefon. Por nëse secili nga ne do t'i thoshte prindërve, ose do t'a bënte, do lexosh 30 faqe libër, pa të rish gjysmore në telefon. Dhe ta mbanim të premtim. Po thoni këtë kompromis, pra. Po, atëre, t'jeni të sigurt që sidoqoftë, nëse nuk do ta kombesonte 30-a me 30-ën, diçka do të mbeste. Dhe ai fëmijë,
së pari do të kishte një fjalor më të pasur, do shprehej më mirë, do shprehte emocionet e tija më mirë dhe do artikulonte më mirë dhe kërkesat që ka. Po. Kështu që të paktën këtë lloj kompromisi le të bëjmë. Ashtu siç duhet ta bëjmë edhe në shkollë mësueset. Do të marrësh një not plus nëse lexon këtë libër, ose çdo të hënë gjysmore do ta bëjmë duke lexuar libra. Të shkëmbejmë libra me njëri tjetrin, të blejmë libra. Jam e sigurt që prindërve po të kërkosh të blini libra, të gjithë i blejnë dhe janë shumë të kënaqur. Pra, prindit nuk janë antagonistët tanë. Ata në një farë mënyrë kanë rënë një kurth që as vetë nuk dinë se si të dalin nga ky kurth. Por duke i orientuar tek letërsia e mirë, pra jo letërsia thjesht argëtuese, sepse ka një bum librash që qarkullojnë që janë letërsi thjesht për konsum, argëtuese, jo që fëmijën ta vendosin të mendojë për diçka, ose të zhvilloj të menduarin kritik. Dhe madje më ka ndodhur ta lexoj vetë librin i pari përpara se t'ia kaloj fëmijës sim, se për shkak të ndërhyrjeve ndërkulturore, të cilat janë papranueshme për vlerat e familjes sime dhe ne si shqiptar, dhe besoj më kuptoni ku t'i referohem. Patjetër. Sepse nuk dua ta ruaj fëmin tim nga ndikime të tilla, kështu që është pak e vështirë. Ditët e sotme kërkon më shumë impenjim edhe nga prindërit për të seleksionuar çfarë lloj librash i japin fëmijëve tyre. Seleksionimi nuk duhet bërë vetëm tek lloji i librit, edhe tek përkthyesi, edhe tek shtëpia botuese. Edhe tek formati i librit, edhe tek shkrimi i librit, edhe tek hapësira se si ruhet, edhe tek ilustrimet, janë të gjithë një gamë të tërë që e tërheqin fëmijën, na bëjnë edhe të suksesshëm ose të kundërtën e kësaj. Unë përpiqem sa herë studentëve të mi t'i them, ju lutem, duhet lexoni këtë libër nga ky përkthyes, nga ky shtëpi botuese. Dhe ndonjëherë më pyesin, po pse profesoresh, unë e kam më të lehtë të gjej këtë, e kam më të lehtë, sepse ky përkthyes ju ndihmon juve të kuptoni sa mirë apo sa keq jeni në gjuhën shqipe dhe të formoni artikulimin tuaj si mësues. Dhe normalisht i përdorni më pas për nxënësit tuaj kur t'jeni mësues. Dhe unë do përfitoja të bëja një lloj kritike ose thirrje të gjithë atyre që e quajnë veten shkrimtar për fëmijë. Të jesh shkrimtar për fëmijë është shumë e vështirë. Për të rriturit mund të shkruajnë të gjithë. Shkrimtarët për fëmijët së pari do njohin botën e tyre, do njohin kapacitetin e tyre psikologjik, kapacitetin e tyre të moshës, do të kenë mbetur brenda vetes fëmijë, jo sepse kanë mundësinë dhe dinë të artikulojnë 2-3 fjalë dhe më pas të atribojnë atyre. Jo, është shumë e vështirë të jesh shkrimtar për fëmijë. Dhe duke kthyer sërish Nilsi tim të preferuar, Selma Lagerlöf e fitoi çmimin më të mirë të Nobel në letërsinë për fëmijë me Nilsin e vet, sepse u përpoq që të cilte një libër gjeografie nëpërmjet letërsisë. Ministria skoceze asaj kohe hapi një konkurs për të gjithë ata që do t'ia mësonin fëmijëve gjeografinë e Skocisë jo me detyrim. Dhe ishte pikërisht duke ndjekur aventurat e Nilsit, ata shëtitën gjithë Skocisë dhe mësuan gjeografinë e Skocisë, jo vetëm ata, por edhe gjithë fëmijët e botës dhe u dashuruan. Pra, një shkrimtare që ul dhe hapi të gjithë didaktikën, pedagogjin, letërsin, historin dhe gjeografin dhe solli një vepër të papërsëritshme. Një tjetër sugjerim do t'i bëja të gjithë shtëpive botuese të jenë shumë të kujdesshëm tek redaktorët letrar. E përthyem, e shtrembërojmë palcën kurrizore të folurit të gjuhës shqipe. Misioni kryesor i shkollës shqiptare është të mësoj mirë gjuhën shqipe, të edukoj edukimin për gjuhën shqipe. Dhe gjithë secili nga ne si prindër, duam që fëmijët tanë të flasin gjuhën shqipe sa më mirë, simboli ynë kryesor. Por nëse ne paraqesim libra të cilat nuk respektohet drejt shkrimi, nuk shkruhet shqip, përkthehet shablon, atëherë kemi bërë jo vetëm një hap prapa, por në të njëjtën kohë kemi shkaktuar edhe një plag që duhet shëruar. Nuk flasin mirë shqip. Nuk e di jam kuptoni dhe nëse më lejoni të lloj kërkese dhe vrejtje kundrejt shtëpive botuese. Doja të cekja një çështje që ju përmendët, raporti i kompromisit të lexuarit me teknologjinë. Duhet t'jap dhe një mesazh edhe unë dhe uroj të jeni informuar në këtë pjesë, të bashkoni me mesazhin tim,
që deri në 10-15 vitet e fundit, vendet nordike si Finlanda, Suedia, Norvegjia e tjerë kanë qenë të parët ndërkombëtarisht për sistemin arsimor parauniversitar më të mirë të botë. Insertuan teknologjinë, mësimdhënie, të cilët e huazuam dhe ne vende të cilët jemi shumë të renditura më poshtë, ndërkohë së fundmi Suedia e hoqi. Finlanda e hoqi teknologjinë që ishte themeli në çdo klasë dhe ka rikthyer, lajmi para pak ditësh, është Suedia ka rikthyer fuqimisht leximin fizik të librave, duke e shpjeguar që kanë ndikim psikologjik, vëmendje, shton imagjinatën e tjerë, sikurse edhe jo më shkrimin me tastier, po shkrimin me dorë, se aktivizon disa hemisfera të trurit të cilët shtojnë kreativitetin, memorien e tjerë. Duhet të jemi edhe ne si politik bërës, ata që bëjnë politike këtu, apo ne merremi me edukimin, duhet të jemi më të updetuar në këtë çështje që të rikthehemi këtu, pse bota bërë eksperimentit dhe po rikthehet sërish tek zona filla e gjës, që është libri. Të shkruar me dorë edhe të lexuarit. Të lexosh do të thotë që ti të fuqizohesh, dhe të fuqizohesh nga gjitha anët. Fuqizohesh moralisht, fuqizohesh shpirtërisht, fuqizohesh me inteligjencën emocionale, por nga ana tjetër i pret rrugën hiperaktivitetit. Hiperaktiviteti është një sëmundje që po kthehet një sëmundje e pashërueshme tek fëmijët e sistemit arsimit e mesëm të ulët, pra arsimit fillor. Fëmijët janë hiperaktiv, absolutisht. Nëse fëmijët do t'i ulin të lexojnë, aq sa të mundi me ulimi, atëherë ato do fillojnë të mendojnë. Është e bukur. Kam dëgjuar shumë raste çojnë prindër fëmijët dhe vinë me më tha mjeku është hiperaktiv. Për mua ka qenë herë e parë, vitet e fundit jam dëgjuar dhe si fenomen, por shtuar. Po, shtuar. Kjo është shumë e bukur. I ndihmon fëmijët të ulin hiperaktivitetin. Kjo gjë duhet shtuar prindrit, mësuesit, edukatorët, kur them edukatorët kujdestarët, gjyshërit, kushto që merret me fëmijët, të ulën fëmijët dhe ta lexojnë, të diskutojnë me fëmijët. Nuk është e vështirë, s'është e pamundur. Ka mundësi zgjidhje nëpërmjet librit, nëpërmjet librave të mirë. Unë do doja të ndaja me ju që e kam prekur vetë këtë vështirësi. Çdo vit, në Fakulteti i Edukimit dhe normalisht Departamenti i Lehtësisë dhe Departamenti i Pedagogjisë, përpiqemi të organizojmë një konferencë studentore në lidhje me lehtësinë për fëmijë. Ne jemi përpjekur që të përfshim edhe sistemin parauniversitar, kryesisht arsimin e mesëm të ulët dhe arsimin e mesëm të lartë. Ju betohem shpeshherë është e vështirë të komunikosh, të gjesh rrugë komunikimi me drejtoreshat, pastaj me mësuesit dhe me fëmijët, sepse kur vjen tek fëmijët je gjithmonë i mirëpritur. Po të tipit, jo po ku kemi kohë, jo po kush lexon, jo po ku ti marrim këto libra, jo po mësueset nuk kanë kohë, po shiko se ne i bëjmë orët e mësimit të leximit, jo po pse këtë libër, jo po ne e kemi të përcaktuar listën e librave. Pra, edhe ato ka një lloj të drejtë të tyre, të cilat unë nuk dua ta prek dhe nuk më takon mua ta prek. Ama krijojnë ndonjëherë disa lloj barrierash, të cilat i vjen atyre ndesh. Pra, krijojnë disa lloj barrierash të cilat nuk i ndihmojnë. Atyre nuk janë nxjerrë punën në pa. Kur flitet për librin, dyert e cilit do institucion duhet jenë të hapura. Kur flitet për leximin, dyert e cilit do institucion duhet jenë të hapura dhe duhet ketë sa më shumë masivizim. Gjyshi dhe nipi, historia famshme që përdoret si ilustrim. Dhe i thot gjyshi nipit të tij, brenda nesh, afër nesh janë gjithmonë dy ujqër. Një i mirë dhe një i keq. Dhe i thot cili do fitoj këta dy ujqër brenda nesh që përpëliten me njëri tjetrin dhe luftojnë njëri tjetrin. Dhe i thot gjyshi, ai të cilën ti do ushqesh. Absolutisht. A pajtojni që prindërit, në qoftë se ushqejnë fëmijët e tyre dhe fëmijët e tyre ushqejnë me libra dhe letërsitë mirë për fëmijë, do fitojë gjithmonë ujku i mirë brenda tyre dhe ata do ecin në jetë. Dhe në qoftë se nuk e ushqejnë këtë, do fitojë ujku i cili do çojë në një rrugtim tjetër, jo drejt suksesit.
Unë ju falenderoj për metaforën shumë të bukur, shumë e goditur. Sigurisht që si cili nga ne të rriturit dhe le pastaj të fëmijët duhet të ushqej ujkun e mirë. Edhe pse ujku është simboli i së keqes tek fëmijët. Dhe po ta diskutojmë me fëmijët do kemi kontestime, pse ujkun, pse të dy ujq, po nuk sidoqoftë është ujk dhe fëmijët e dinë simbolin, e kanë mësuar shumë shpejt simbolin. Megjithatë, unë e kuptoj sfidën e prindërve në ditët e sotme, por kjo është detyra jonë kryesore, prindërimi i mirë. Nuk shkon kjo metaforë ose kjo këshill vetëm për prindërit, edhe për mësuesit. Edhe mësuesit mund të bëjnë më shumë. Unë di shembuj shumë të mirë dhe të shumt që kanë bërë më shumë dhe vazhdojnë të bëjnë më shumë. Kështu që nuk është e pamundur. Le t'i drejtojmë fëmijëve edhe në emër të ditës së librit. Sot ne fatmirësisht po diskutojmë për ditën e librit dhe unë ndihem shumë e nderuar që po diskutojmë për ditën e librit. Le t'i orientojmë fëmijët drejt librit. Unë kam nisur këtë studim me një dedikim. Kujdo që shkruan bukur, e lexon dhe shijon letërsinë për fëmijë. Po. Pra të gjithëve, nuk përfshin vetëm studiuesit apo kritikët. Por kujdo që e shkruan dhe shihon letërsinë për fëmijë. Profesoresh, faleminderit që ishim në klasë më hapur, për gjithçka që ju ndat, janë këshilla të vëra për prindërit të cilët kanë fëmijët e tyre. Dhe ata meritojnë diçka më shumë për letërsinë për fëmijë, edukimin emocional dhe besoj të kenë mësuar diçka të re dhe ne gjithë shpresojmë që ata të punojnë më shumë me fëmijët e tyre. Vim tek momenti i thënies së javës, që është një traditë e flasim më hapur, mund të përzgjidhni një thënie, ju lutem. Çfarë bën sot mund të përmirësojë të gjithë të nesërmet. A nuk është pikërisht kjo? Ajo që ne diskutuam sot. Atë që lexon sot, si e lexon sot, si e kupton sot, e sigurt që do të përmirësojë të gjitha të nesërmet. Profesoresh, faleminderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit juve. Unë shpresoj të mos të kem ardhur tek juve si një studiuese dhe si një prind. Dhe të mos kem bërë leksion të bezdisshëm. Faleminderit. Kjo vlen për të dyne. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, mirë takofshim në episodin e radhës.